Mbrëmja e djeshme pas përfundimit të spektaklit të Big Brother Kosova ka hapur një kapitull të ri diskutimesh, emocionesh dhe reagimesh të forta në publik. Një ngjarje që brenda pak orësh u shndërrua në temën kryesore të rrjeteve sociale dhe portaleve roz ishte fakti se Edi e ka pritur Bian sapo ajo ka dalë nga shtëpia e Big Brother Kosova dhe më pas, sipas asaj që po përflitet gjerësisht, ata kanë shkuar bashkë dhe kanë fjetur në të njëjtin vend. Kjo situatë ka ndezur menjëherë debate, interpretime dhe ndarje mendimesh mes fansave të formatit. Dalja e Bias nga shtëpia nuk ishte një moment i zakonshëm. Ajo kishte qenë një nga personazhet më të komentuar të këtij edicioni. Një banore që kishte ndërtuar një rrugëtim emocional, shpesh kontradiktor, por gjithmonë të ndjekur me vëmendje nga publiku. Brenda shtëpisë, raportet e saj, sjellja, qëndrimet dhe veçanërisht dinamika me disa banorë të tjerë kishin krijuar një perceptim të caktuar tek shikuesit. Për këtë arsye, çdo hap i saj pas daljes nga shtëpia pritej të analizohej në detaje. Sipas asaj që po qarkullon në rrjet, Edi ka qenë personi që e ka pritur Bian menjëherë pas largimit nga shtëpia, një veprim që për shumë kënd nuk ishte i rastësishëm. Ky gest u interpretua nga disa si dëshmi e një lidhjeje që mund të ketë ekzistuar edhe para hyrjes së saj në Big Brother. Ndërsa të tjerë e panë si vazhdimsi e një raporti që ndoshta ishte ndërtuar paralelisht me lojën, jashtë kamerave. Pamja e tyre së bashku, qoftë edhe përmes rrëfimeve indirekte dhe komenteve, mjaftoi për të ngritur pyetje të forta mbi sinqeritetin e disa momenteve të Bias brenda shtëpisë. Fakti që më pas është përfolur se ata kanë shkuar dhe kanë fjetur bashkë të njëjtën natë, e ka thelluar edhe më shumë diskutimin. Për një pjesë të publikut, kjo ishte thjesht një çështje private, një zgjedhje personale që nuk duhet gjykuar. Për një pjesë tjetër, kjo ngjarje shihet si një element që ndryshon të gjithë leximin e lojës së Bias brenda Big Brother Kosova. Shumë fansa kanë filluar të rikthehen pas në kohë, duke analizuar sjelljen, deklarata dhe emocionet që ajo kishte shfaqur gjatë qëndrimit në shtëpi, për të kuptuar nëse kishte diçka që nuk ishte thënë hapur. Big Brother është një format që ndërtohet mbi idenë e transparencës dhe ekspozimit total. Banorët jetojnë 24 orë nën kamera dhe publiku krijon ndjesinë se i njeh ata në thelb. Pikërisht për këtë arsye, çdo informacion që del pas përfundimit të rrugëtimit të një banori ka ndikim të madh. Rasti i Bias dhe Edit ka ngritur pyetjen klasike që shoqëron çdo edicion: sa reale janë historitë që shohim brenda shtëpisë dhe sa prej tyre janë pjesë e një loje më të madhe? Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të forta dhe të polarizuara. Disa e mbrojnë Bian duke thënë se ajo nuk i ka borxh askujt shpjegime për jetën e saj private dhe se Big Brother përfundon në momentin që ajo del nga dera e shtëpisë. Të tjerë ndihen të zhgënjur duke argumentuar se nëse ekzistonte një lidhje e fortë jashtë, atëherë disa emocione dhe qëndrime brenda shtëpisë mund të kenë qenë jo plotësisht të sinqerta. Ky konflikt mes privatësisë dhe pritshmërive të publikut është një nga paradokset më të mëdha të reality show-ve. Nga ana tjetër, figura e Edit ka hyrë gjithashtu në fokus. Kush është ai në raport me Bian? A ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së saj? A ka pasur një marrëveshje të heshtur para hyrjes në Big Brother? Apo bëhet fjalë për një raport që është rindezur pas një periudhe të gjatë ndarjeje? Këto janë pyetje që për momentin mbeten pa përgjigje zyrtare. Por që ushqejnë narrativën mediatike dhe interesin e publikut, duhet theksuar se Big Brother Kosova ka treguar edhe këtë sezon se ndikimi i tij nuk mbaron me eliminimin e një banori. Përkundrazi, shpeshherë, ajo që ndodh pas daljes nga shtëpia është po aq e fortë sa loja brenda saj. Marrëdhënie që konfirmohen, lidhje që prishen, të vërteta që dalin në dritë dhe histori që marrin një kuptim tjetër. Rasti i Bias dhe Edit është një shembull i qartë i kësaj vazhdimësie. Në fund të fundit, pavarësisht shurmës, spekulimeve dhe interpretimeve, vetëm protagonistët e dinë të vërtetën e plotë. Publiku sheh, gjykon dhe reagon bazuar në fragmente informacioni dhe emocione të krijuara gjatë spektaklit. Ajo që mbetet e sigurt është se Big Brother Kosova edhe një herë ka arritur të mbajë vëmendjen maksimale të publikut, duke dëshmuar se ky format nuk është thjesht një lojë televizive, por një fenomen social që vazhdon të ndikojë edhe jashtë mureve të shtëpisë. Historia e Bias dhe Edit, pavarësisht se si do të sqarohet në ditët në vijim, tashmë është bërë pjesë e narrativës së këtij edicioni. Dhe si çdo histori e Big Brotherit, ajo do të mbahet mend, do të diskutohet dhe do të shërbejë si shembull se sa e hollë është vija mes lojës, realitetit dhe jetës private.
kur prezantuesi i Big Brother Kosova, Alaudin Hamiti, e shtroi pyetjen se kush janë 5 finalistët sipas bias-it personal, përgjigjja nuk mund të ishte e shkurtër, sepse Big Brother nuk është thjesht një lojë nominimesh dhe eliminimesh, por një eksperiment social i zgjatur, ku çdo banor ndërton një histori, një narrativ dhe një marrëdhënie të veçantë me publikun. Prandaj, edhe përgjigjja ime kërkon kohë, analizë dhe reflektim të thellë. Sipas perceptimit tim personal, 5 finalistët e Big Brother Kosova do të ishin Eliona, Londrimi, Limi, Klodi dhe Alba. Këta 5 emra nuk janë zgjedhur rastësisht, por bazuar në rrugëtimin e tyre, ndikimin që kanë pasur brenda shtëpisë, mënyrën se si janë përballur me presionin dhe mbi të gjitha, lidhjen emocionale që kanë krijuar me publikun jashtë. Do ta nis me Elionën, sepse ajo përfaqëson tipin e lojtarëve që Big Brother i prodhon rrallë, por që gjithmonë mbahen mend. Eliona nuk ka qenë thjesht një banore që ka bërë zhurmë për disa ditë dhe pastaj është shuar. Ajo ka qenë prezente nga dita e parë, qoftë në debate, qoftë në momente reflektimi. Ka ditur të jetë e fortë, por edhe e ndjeshme. Ka gabuar, është rrëzuar emocionalisht, por gjithmonë është ngritur sërish. Publiku e ka parë Elionën si një personazh real, jo të ndërtuar, jo të stisur për kamera. Pikërisht kjo autenticitet e ka bërë atë të fortë dhe potenciale për finale. Në një lojë ku shumë maskohen, Eliona ka zgjedhur shpesh të jetë vetvetja, edhe kur kjo i ka kushtuar. Më pas vjen Londrimi, një banor që ndoshta nuk ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes për shkak të zhurmës, por ka qenë gjithmonë i pranishëm për shkak të qëndrimit. Londrimi ka ndërtuar një profil të qetë, racional, shpesh analitik. Ai nuk ka hyrë në debate për hir të debateve, por kur ka folur, ka pasur peshë. Publiku e vlerëson këtë lloj lojtari, sepse në një ambient kaotik si Big Brother, qetësia dhe stabiliteti janë cilësi të rralla. Londrimi ka ditur të ruajë balancën mes lojës dhe moralit personal, gjë që e ka bërë të besueshëm dhe të pëlqyeshëm. Limi është një tjetër emër që nuk mund të mungojë nga lista e finalistëve. Ai përfaqëson lojtarin emocional, impulsiv, por shumë njerëzor. Limi ka sjellë energji, ka sjellë humor, por edhe tension. Ka qenë shpesh i sinqert deri në dhimbje, ndonjëherë edhe në dëm të vetes. Pikërisht kjo sinqeritet e ka lidhur fort me publikun. Njerëzit shohin tek Limi dik që nuk di të luajë role të dy fishta për shumë gjallë. Ai reagon ashtu siç ndjen, dhe kjo në Big Brother është një armë e fortë. Gabimet e tij nuk janë parë gjithmonë si dobësi, por si prova që ai është real. Klodi është një banor që ka ditur të menaxhojë inteligentisht lojën. Ai nuk ka qenë gjithmonë emocionalisht i hapur, por ka qenë strategjik. Klodi e ka kuptuar herët se Big Brother nuk fitohet vetëm me zemër, por edhe me mendje. Ka ditur kur të flasë dhe kur të heshë, kur të afrohet dhe kur të distancohet. Kjo e ka bërë atë një lojtar të fortë dhe të respektuar. Edhe ata që nuk e kanë pëlqyer gjithmonë, e kanë pranuar se Klodi ka qenë i zgjuar në vendimet e tij. Një finalist tipik që e ka ndërtuar rrugëtimin hap pas hapi, dhe së fundi, Alba. Alba përfaqëson figurën e femrës së fortë, të pavarur, që nuk ka pasur frikë të shprehë mendimin e saj. Ajo ka qenë shpesh në qendër të debateve, por jo pa arsye. Alba ka ditur të mbrojë veten, të artikulojë qëndrime dhe të mos tërhiqet përballë presionit. Ka pasur momente kur është keq kuptuar, por pikërisht këto momente e kanë bërë më njerëzore. Publiku e sheh Albën si një personazh që nuk dorëzohet lehtë, dhe kjo është një cilësi që shpesh shpërblehet në Big Brother. Nëse i shohim këta 5 banor si një tërësi, ata përfaqësojnë 5 profile të ndryshme, por plotësuese: emocioni, qetësia, strategjia, forca dhe autenticiteti. Një finale me Elionën, Londrimin, Limin, Klodin dhe Albën do të ishte një finale e drejtë, e balancuar dhe shumë interesante për publikun. Sigurisht, ky është një vlerësim subjektiv. Një bias personal, ashtu siç e kërkoi edhe Alaudini. Big Brother është një lojë ku gjithçka mund të ndryshojë deri në minutën e fundit. Një debat, një vendim i gabuar, një moment emocional mund të përmbysë gjithçka. Por nëse flasim për rrugëtim, ndikim dhe lidhje me publikun, këta 5 emra janë, sipas mendimit tim, finalistët më të mundshëm të Big Brother Kosova. Në fund të ditës, fituesi i vërtet i Big Brotherit nuk është vetëm ai që merr çmimin, por ai që del nga shtëpia me identitetin e tij të paprekur dhe me mbështetjen e publikut. Dhe në këtë aspekt, Eliona, Londrimi, Limi, Klodi dhe Alba tashmë kanë fituar diçka shumë të rëndësishme: vëmendjen dhe emocionin e njerëzve.
Debati nisi pa pritur, pa paralajmërim, si një shkëndi që bie mbi benzinë. Limi ishte i tensionuar, zëri i tij i ngritur, i ashpër, i mbushur me nerv dhe mllef që kishte kohë që i zjente brenda. Alba e pa në sy dhe e kuptoi menjëherë që kjo nuk do të ishte një bisedë e zakonshme, por një përplasje e rëndë nga ato që lën shenja. Ti nuk je ajo që shtiresh, i tha Limi, duke bërë një hap përpara. Dhe po ta them troç, ti je më kurv se Dolce. Fjala ra sigur. Alba u shtan për një moment, jo sepse nuk e kishte dëgjuar, por sepse e ndjeu peshën e saj. Nuk ishte thjesht fyerje. Ishte një përpjekje për ta ulur, për ta thyer, për ta nxjerrë nga kontrolli. Ajo mori frym thellë, por sytë e saj u mbushën me zemërim, si guxon. I u përgjigj Alba. Si guxon të më flasësh kështu? Por Limi nuk u ndal. Ishte futur në një spiral ku çdo fjalë nxirrte një tjetër, më të rëndë, më të pamëshirshme. Po ta them siç e mendoj. Ti bën sikur je ndryshe, sikur je më e pastër, më e drejtë. Por në fund të ditës ti luan lojra njësoj. Madje më keq. Ai u kthye për një çast dhe shtoi, sikur donte ta thellonte plagën, edhe Dolce është kurv. Madje më kurv se ti, por të paktën ajo nuk shtiret. Ajo e di çfarë është dhe e pranon. Alba ndjeu gjakun t'i vloi. Nuk ishte vetëm për veten. Ishte për mënyrën se si Limi po përdorte fjalë që shkatërrojnë. Që etiketojnë, që fshin gjithçka njerëzore dhe e kthejnë gjithçka në balë. Ajo e ngriti zërin, jo për të bërtitur, por për të qëndruar. Ti po flet nga inati, jo nga e vërteta, tha ajo. Kur nuk di çfarë të thuash, fyen. Kur nuk ke argumente, përdor fjalë të pista. Limi qeshi me ironi, një qeshje e thatë. Jo, po flas nga zhgënjimi. Nga fakti që të kam besuar dhe kam parë që nuk je ashtu siç thua. Dhe mos mendo se po të mbroj Dolcen. Jo. Ajo është më e keqe. Ajo lëviz nga një mashkull të tjetri pa asnjë ndjenjë. Dhe ti kush je që na gjykon? Ja ktheu Alba. Kush të ka dhënë të drejtën të na vësh etiketa? Debati ishte kthyer në një arenë. Çdo fjali ishte sulm. Çdo përgjigje ishte mbrojtje. Limi fliste me duar, me trup, me gjithë nervin që i kishte mbetur. Alba qëndronte drejt, edhe pse çdo fjalë e tij e godiste. Ju të dy, vazhdoi ai, jeni pjesë e së njëjtës loje. Vetëm se ti përpiqesh ta mbulosh më bukur. Alba u afrua edhe ajo një hap. Ti po më shikon sipas frikës tënde, jo sipas asaj që jam. Dhe nëse për ty çdo grua që nuk bindet quhet kurv, atëherë problemi nuk jam unë, je ti. Heshtja ra për një moment, e rëndë dhe e tensionuar. Asnjëri nuk po tërhiqej. Fjalët kishin dalë dhe tani nuk mund të ktheheshin më pas. Debati kishte kaluar çdo kufi dhe ajo që mbeti ishte vetëm ndjesia e hidhur e një përplasjeje ku askush nuk fitoi. Por të gjithë humbën diçka. Momentet më të rënda në shtëpinë e Big Brother Kosova shpesh nuk vijnë prej debateve të vogla, por prej shpërthimeve që mbajnë mrena vetes ditë, javë, madje edhe muaj të tanë. Ashtu ndodhi edhe atë natë, kur lëndrimi nuk mujti më me u përmbajt dhe vendosi me ia thanë gjithçka drejt në sy Dolces, atmosfera ishte e rëndë. Banorët tjerë ndjenin që diçka po zien, edhe pse askush nuk e priste se shpërthimi kishte me qenë kaq i ashpër. Lëndrimi u çua në këmbë, fytyra ishte skuq, syt I shkreptinin prej nervoze, jo prej dëshire për me bë spektakël, po prej mllefit që ishte grumbulluar. Dolce, tha ai me një ton që e preu ajrin, na të kemi pas si diva. Ashtu je paraqit. Me fjalë të mëdha, me moral, me qëndrim. Po për mu, krejt ajo ka ra poshtë për një ditë. Dolce tentoi me qesh nervozisht, por lëndrimi nuk e la me e ndërpre. Për një ditë, vazhdoi ai, ti e hoqe krejt maskën. Direkt I hyre te brekët e Limit, pa pik mendimi, pa pik respekti. E ajo që e ban edhe më të rëndë këtë punë, është fakti që ai ka qenë I lidhur me një banore të kësaj shtëpie. Jo çdokën, po me Albën. Në atë moment, emri I Albës e ndryshoi krejt energjinë në dhomë. Alba rrinte ulur, e heshtur, syt poshtë. Nuk po fliste, po çdo fjalë e lëndrimit e godiste. Ti e dije shumë mirë këtë, I tha lëndrimi Dolces. E dije që Alba ishte aty, që kishte ndjenja, që ishte e përfshime emocionalisht. E prap, zgjodhe me vazhdu sikur asgjë mos me pas rëndësi.
Për mu, kjo nuk është guxim. Kjo është mungesë respekti. Dolce u përpoq me u mbroj. Unë s'kam detyrim ndaj askujt këtu, tha ajo. Unë jam këtu për veten tem. Jo, ja ktheu lëndrimi menjëherë. Je gabim. Kur hyn në këtë shtëpi, kur jeton me njerëz 24 orë, ke detyrim moral. Nuk po të thot kush me u sakrifiku, po mos me shkel mbi tjetrin. Zani I tij u rrit, jo për kamerat, po sepse dhimbja po I dilte jashtë kontrollit. Alba nuk e meriton këtë, tha ai. Ajo ka qenë e sinqertë. Ka qenë e drejtë. Ti, përkundrazi, ke ardhur me ushit si diçka që nuk je. E për një ditë e tregove fytyrën e vërtetë. Në dhomë ra heshtje. Banorët tjerë shikonin herë Dolcen, herë lëndrimin. Disa tundnin kokën, disa shmangnin shikimin. Ishte e qartë që kjo nuk ishte veç një akuzë, po një pasqyrë që po I vijej përballë. Dolce u ndje e sulmuar, por nuk kishte shumë fjalë. Çdo tentim për me u justifiku duke I zbrazët përballë situatës. Alba, ende pa fol, kishte lot në sy. Jo lot spektakli, po lot shgënjimi. Unë nuk po flas prej urrëties, e mbylli lëndrimi. Po flas se kjo shtëpi po I sheh krejt. Publiku po I sheh krejt. E jashtë, njerëzit din me dallu kush është I vërtet dhe kush është veç rol. Kjo përballje u konsiderua nga shumë kush si një nga momentet më të forta të këtij sezoni. Jo për fjalët e rënda, po për të vërtetat që u than pa filter. Sepse në Big Brother, maskat bien shpejt. E kur bien, zhurma që bajnë dëgjohet shumë gjatë, në fund, mbeti një ndjenjë e hidhur në ajër, që jo çdo veprim falet, jo çdo flirt harrohet, dhe jo çdo div del me qenë ashtu siç duket në fillim.